nga balta e u jep jetë e shpirt skulpturave. I gjithë ky proces të ngjite hynia të zanafilla, duke imituar krijuesin, portreti I ka marrë tipare të heshtura, të menduara e me nuanca buzëqeshje të sinqerta që shigjetojnë jehonën e skalitjes e gjithë çfarë frymon nga fantazia. Fiqeri Kasa është skulptori modest që me përullësinë e artistit shijon panoramën e vet, duke dhuruar spektaklin e realizimeve nga materia në jetëzim, nga elementet e imta, të madhështoria. Po, si është faza e fillimit të një punimi për të? Çdo fazë ka atë kënaqësinë e saj, sepse fillimi është je në fazën e parë ku ti mendon se si do jetë. Edhe ajo është interesante në momentin që ti fillon edhe e ndërton. Por patjetër edhe realizimi pasaj është ka një kënaqësi të veçantë. Sidomos në përfundim, në mbylljen e detajeve, kur ajo merr pamjen në vetë saj. Fiqeriun e gjetëm duke e punuar mbi detajet e fundit të Skënderbeut, të heroit të tij, që jep një dimension, përgjegjësi edhe më shumë se kaq, emocion. Emocionet janë të mëdha kur bëhet fjalë për realizimin e heronjve, sidomos të Gjergj Kastriotit, sepse du të them këtë se përveç se është kënaqësi, është edhe një përgjegjësi, sepse ne gjithmonë kur kjo del në publik, duhet që masivisht të pëlqehet, sepse në kundërt nuk do ndjehemi mirë. Mundohem të jap maksimumin tim, që kjo vepër të pëlqehet, të komunikoj me njerëzit, të jetë sa më harmoni me njerëzit, të japi mesazhin e duhur. Çdo skulptor pret që të veprat të mirëpritet edhe të duhet trokitet, sigurisht, por që jo gjithmonë njerëzit janë të kënaqur. Pas gjithë asaj pune me pasion, vrull, sfidë fizike, vjen finalja. Aty ndjesit përzihen me një lloj lëkundje shumë personale, që është shqetësimi se ajo tashmë do I përkas dikujt tjetër. Në momentin që e realizon këtë vepër dhe ta marrin të tjerët kanë shpenzuar dhe kanë sponsorizuar ndërkohë, por për mua është një dhimbje sepse do dëshiroja që ta ruaja, sepse normalisht është krijimtari e imja dhe jetoj me të, nuk ndihem mirë, me thënë drejtën. Ka patur edhe rasti ku unë shkoj edhe I vizitoj, shikoj dhe gjendjen e skulpturës në atë parë, është si babaja dhe fëmijë që përkujdeset. Fiqeriu nuk e ka ndjerë kohën që ka sfumuar minuta e orë të tëra pune mbi Skënderbeun e tij, I cili ka rrugë të gjatë dhe ka një mision patriotik. Skënderbeu I radhës është për në Kërçov të Maqedonisë së Veriut. Është iniciativë e disa patriotëve të Kërçovës që jetojnë në Zvicër, janë bashkuar në një mendje për të ndërtuar dhe jo vetëm monumentin e Skënderbeut. Me thonë drejtë më kanë bërë pak përshtypje sepse kanë qenë shumë detajos edhe më kanë kërkuar edhe detaje në bashkëpunim sigurisht, edhe në kompozimin e figurës kanë diskutuar me mua në mënyrën se si nuk më kanë lënë 100%, por që kanë ardhur nga pas, por që deri diku aty ku ata dëshironin, domethënë për qëndrimin, për te portreti kam pas dëshirë që të mos jetë ai Skënderbeu I plakur, domethënë këta e donin që të ishte një Skënderbeu pak më burrëror, në trim ose edhe më I ri pak në moshë, edhe jo me atë mjekrën e gjatë, domethënë. Dhe unë jam munduar, duke bazuar sigurisht në historikun e gravurave, siç megjithëse Skënderbeu ka kriju atë imazhin e tij, nuk luajnë dot shumë, por që jam munduar që ta realizoj pak disi më të ri Skënderbeun. Kjo është në fazën përfundimtare, le të themi, sepse është duke u mbyllur e gjitha modelimi I detajeve. Për mua Skënderbeu do ngelet frymëzimi I përjetshëm I kombit. Mëngjesi një skulptori është I zakonshëm, deri kur gjithçka nga rutina tona mbetet jashtë dyerve të atelies. E aty nis një tjetër botë me ngacmimet e një artisti.
Dita zgjohem rreth orës 7:30, dërgoj vajzën në shkollë, pastaj mbyllemi në këto faqet e morit këtu që më merr goxha kohë, pothuajse pjesë më të madhe të ditës. Jo, zakonisht ku më vin njerëz më shpërqendrojnë, më thon drejtën, do preferoja që t'isha vetëm, edhe sa më larg zhurmave, në periferi, edhe që kem atë qetësinë time. Sepse këto punime duan vërtet përqendrim edhe duan të futesh thellë në atë ndjesinë që ke për realizimin e asaj pune që ke në vazhdim. Më vjen mirë për disa njerëz, sepse ne zakonisht punojmë edhe me porosia dhe kur më jep besimin, thotë shikoje vetë si për vetën tënde, shikoje me syrin tënd. Edhe kjo më jep një kënaqësi edhe sepse ndjem i vlerësuar. I përqendruar tek punimi i tij, Fiqëriu përhumbet në çdo gdhendje, në çdo sekondë që jep formë gjithë asaj që ka idealizuar, nxitur nga frymëzimi për të prekur me përsosmëri arritjet që enden mes ambicjes dhe gjenisë krijuese. Tu kemi përkrenaren, përkrenarja Skënderbeut, është derdhur në Bronx, dhe unë po bëj disa detaje të pjesa e gërmave, që po ja theksoj diçka më mirë, që kjo të ketë atë kontrastin edhe të duket më mirë. Ky tingull është simfonia ritmike që shtron shtigjet ku shkohet me hapat vegjël deri në sipërfaqe, aty ku mblidhen dhe një tërësi sublime për fytyrimet. Pa tingullin shkojnë paralel bashkë, siç ishte ndjesia baltës, edhe kjo tingulli shkojnë bashkë dhe nuk më shqetëson, domethënë thjesht është një kënaqësi kur unë godas, ndjej në moment që unë mendoj, ndjej atë kënaqësinë edhe këtë tingulli që godet. Fiqëriu i ka nën kontroll dimensionet e ateljes, si fragmentet e frymarrjes, në rrajën e daltës së çekiçit, aty bashkë me veprat, bruhet edhe karakteri e një pjesë e personalitetit të tij. Zakonisht nuk ose unë kam një çik të pjesën e nxitimit, nxitohem pak, megjithëse shumë për durim, sepse nëse nuk ke durim në këtë fushë, më mirë mos ju fut fare, sepse durimi është numër 1. Të realizosh me qindra ose mira, vepra, të vogla, të mëdha, dhe nëse nuk ke durim, nuk është mundur që t'i realizosh. Gjatë bisedës është i qetë, fjalë pak, i çiltër dhe mendimet i punon me shumë butësi, ashtu si copzat e baltës, pak e nga pak, me shumë dashuri. Për te i portretit që të lejon ta lexosh pjesërisht, pjesë kuptim plot janë paliçetat me gjurmë allçiu e balte, pa të cilat nuk do ishte i njëjti për ne. Ndjesia e paliçetave me allçi dhe balt është pjesë e jetës ku unë jetoj me skulpturën, edhe është e pandashme, kështu që sado që ti të ruash të mos bësh pjesë, një moment patjetër që do kesh të bësh me këtë pjesë të ambientit. Asgjë nuk ka nisur rastësisht. Pas këtij burri në mendime të thella, gjallon një fëmijë i rritur me pasionin për punimet e baltës, përfshirë edhe ndonjë peng që i ka mbetur që në vegjëli. Që në fëmijëri unë kam pas dëshirën të realizoj edhe skulptura. Më maj mend që tani që mundohesha atje në fshat ku isha me atë baltën e kuqe që gjenim që përdorja, është një si tip argjile e kuqe dhe që unë mundohesha dhe kapja portretet e njerëzve që spikasnin që njihja. Unë kur kam qenë i vogël punoja edhe punime me tela, me kushtet që ishin atë kohë, sepse ka qenë kohë shumë të vështira, më thon drejtën. Edhe bëja punime me tela, me balt, më thonë me gjitha ato mjetet rrethanore që gjeja, edhe vizatimin e përdorja shumë, edhe paka shumë bie sy edhe nga tjerët që isha i prirur të kjo
të kjo fush, po themi 5-6 vjeç, 7 vjeç maksimumi që maj men që tani, që dikur ku kam realizuar 1-2 portrete i ruaja me shumë kujdes, edhe kur babai im, sepse nuk e kam babain tani, edhe vjen një moment edhe mi ka hedhur, por jo sepse ka dash me lëndu mua, por edhe më tha, ngele do u marrë vetëm me balta, kështu si fëmijë i vogël, faktikisht fëmijë isha, po edhe më janë dhimbur shumë ato portretet. Sinqerisht nuk jam ndje fare mirë kur mi kanë hedhur ato, si më ka dhënë diçka, sepse kisha kohë që i ruja. E fatkeqësisht nuk i kam ato, sepse do ishte një kujtesë shumë e bukur, një diçka shumë e veçantë, nëse do t'i ruaja. Të ruash një punim që në moshën 6-7 vjeç që ishte gjë shumë e rrallë, po nuk i rujton dot. Rrugëtimi i tij nisi në një fshat të vogël me njerëz me zemër të madhe, Seferaj pranë Belshit. Fiqëriu është projeksioni i fëmijës që ka rendur pas ëndrrës. Atëherë unë vi nga fshati Sefera, Belsh, liceun artistik e kam bërë në Elbasan. Ja vlen të përmendet, domethënë që kanë qenë disa vite jo të mira për shqiptarët, në 97-a, unë kam marrur në 98-ën në liceun artistik me shumë vështirësi. Aty pastaj mes vështirësive duke mos e lëm pas dore këtë pasion, domethënë s'doja që ta humbisja. Kam kaluar 2 vjet mas liceut, pastaj në Akademinë e Artëve në Tiranë. Po atëherë vështirësi për gjitha kushtet që të ofronte shkolla, mësimdhënia, sepse kanë qenë vite shumë të vështira. Tani kam dash këtë shkollë ta përfundoja me shumë dëshirë, sepse vija në një vend, po themi periferik, jo nga kryeqyteti, edhe doja ta realizoja me patjetër, edhe kur shikoja që nuk më ndihmonin, unë shpresoja që vetëm të merrja atë që meritoja, nuk doja asgjë më shumë, sepse kishte momente që mund të fusnin edhe tjerë që nuk e meritonin. Gjithsesi unë me këmbgulje kam konkuruar 2 herë, herë në tretë kam fituar edhe pas shkollës, pastaj ëndra ishte që të vazhdoja me skulpturën, por që edhe pas vitit 2004, vitet kanë qenë jo të lehtë. Kemi bërë punë të ndryshme. Ti mundohesh që në një anë të ruash atë pjesën që ti investove në skulpturë, por du të punosh kamarier, një punë tjetër që ti nuk e ke dëshira jote. Kështu që këtë e ruaja dhe vazhdoja jetën. Dhe vetëm vitet e fundit unë kam arritur të mbijetoj, gjithsesi nuk ju ndava dhe me këmbgulje kam arritur këtu ku jam, domethënë. Unë shumë pak merrem me krijimtari, sepse koha ka ardhur shumë në një moment, një fazë që ti duhet të balancosh kohën kur ti punon porosi për të mbijetuar dhe kohën kur ti merresh me krijimtari. Edhe këto duhet gjesh një balancë që ti të mbijetosh, sepse nuk jemi free, mund të lirë që ti të merresh vetëm krijimtarin që ti ke dëshirë. Vitet kanë shtuar secili sakrificat, mundin, gëzimin, dashurinë. Asgjë nuk mjafton për ta kufizuar babain, bashkëshortin, artistin, këtë bohem që ropatet në dallgët e kohës që jo gjithmonë është e mëshirshme. Ka një fjalë zemre për vajzën, për dashurinë e jetës, të shoqen, një fjalë të pasosur shpirti ku dashuria është ajo që i mban fort me njëri tjetrin, deri kur sakrifica prek edhe fundin. Borxhli për kohën, i detyrohem shumë bashkëshortes time Rikena që kalon kohën e saj me vajzën time, kur unë nuk jam atje. Në momentin që punoj këtu, kam mendjen edhe tek familja, kur unë duhet i përkushtohem edhe vajzës, që ajo të ecë si mirë edhe me mësimet, të jetë mirë, kohën e lirë
Megjithësi, unë kam gjetë një të mesme, kur kemi dhe kohën tonë që familjare kur dalim. Një kapitull tjetër i punimeve të tij që bie në sy në atelje janë lirikat, ku delikatesa femrore thyen barierat dhe na zbulon më shumë mbi atë që skulptorët zgjedhin ta thonë heshtje. Krijimi i një figurës femrës, unë e sjell atë në bryshtësinë që ka figura e femrës në mënyrën timet që i sjell atë ëmbëlsinë që ka femra. Ky është këndvështrimi im, trajtimi që unë i jap një figure të femrës në përgjithësi, në çdo detaj. Fiqeriu e di sa i ka kushtuar mundi dhe arritjet, duke ndalur hapin të ajo që është realisht kryevepra e tij. Kryevepra është vetë arritja që unë arrita të merrem me skulpturën që unë kam pas ëndër që më fëmijërie.